Përshëndetje, sot do ju tregojmë se si kemi bërë një implementim Odoo për një klientin tonë që ka një fabrikë dyersh. Ai don që ta zhvilloj komplet sistemin e Odoo duke përfshirë shitjet, inventarin, magazinën, duke përfshirë gjithashtu edhe prodhimin. Tani do ju tregoj hap pas hapi se çfarë implementimesh shkurtimisht e kemi bërë edhe ta shikojmë së bashku. Kjo është ndërfaqja grafike e paneli kryesor i Odoo. Si fillim do shkojmë në modulin e sales, pra shitjet. Edhe këtu krijojmë një quotation të ri, pra kur një klient vjen dhe jep një porosi, ne mund të krijojmë një quotation, shtojmë një produkt, në këtë rast produkti do jetë një derë. Edhe këtu kemi krijuar konfigurime për secilën derë, pra mund të jetë një derë sigurie, dekorative, kundra zjarrit, madhësia. Këto janë të modifikueshme nga klienti, mund krijohet variante të pafundme. Pasi zgjedhim produktin, shikojmë që çmimi merret automatikisht, sepse produkti është konfiguruar në Odoo me manufacturing. Pra, në bazë të prodhimit, në bazë të nën produkteve që ky produkt ka, llogaritet çmimi. E konfirmojmë dhe direkt pasi e konfirmojmë krijohet një urdhër prodhimi në manufacture edhe do dali për pak sekonda këtu. Tani për t'ju treguar produktin, ky është produkti derë. Dhe për momentin kanë 72 variante të ndryshme, që janë lloji i derës, për masat, ana e hapjes, ngjyra dhe mund të shtojmë pafundësisht tjera. Tani, le të shkojmë përsëri në quotationin që krijuam. Edhe shikojmë që është krijuar një delivery order dhe një manufacturing order. Manufacturing order tani, këto janë gjithë produktet, nën produktet që do duhen për të krijuar këtë derë, që janë konfiguruar, pra një boj, një brav, 3 llamarina, 20 vida e tjerë. Tani, shikojmë që produkti nuk është available, sepse në quantity nuk kemi vendosur sasinë e llamarinave, pra në moment që ndryshojmë numrin e llamarinave dhe bëjmë check availability, jo, atëherë mungon edhe coveri, 2 covers. Tani është available, dhe tani mund të fillojmë direkt start. Po para se shkojmë në start, do shikojmë pak work orders. Work orders janë se çfarë fazash do ndjeki prodhimi për të prodhuar këtë derë. Pra, në fillim jemi në projektim, pastaj skicim, përgatitje, puntim e kështu me radhë. Këto mund vendosen sipas rendit punës. Pasi kemi kontrolluar që kjo derë i ka të gjithë materialet edhe është e konfiguruar për prodhim, japim një start. Në moment që japim start, shkojmë në shop floor. Edhe tani shikojmë që në projektim kemi një derën e sigurisë 210x90 që krijuam, ana e hapjes djathtas të ngjyrë kafe. Tani, unë jam loguar si një punëtor fabrike këtu, edhe jap start. Tani, në bazë të kohës që don ky hap pune për të mbaruar, atëherë do të në bazë kësaj mund të llogaritet edhe çmimi, mund të llogaritet edhe çmimi për punëtor, mund të llogaritet çmimi për work order. Tani, pasi mbarojmë, punëtori jep mark as done. Dhe në moment që jep mark as done, kalon direkt në një fazë tjetër që shkojnë në skicim. Tani që urdhri është në skicim, atëherë ne shikojmë që gjithashtu mund të bëhet start. Pasi fillon mat kohën e prodhimit, shikojmë që kemi edhe disa dokumenta të afishuara, në këtë rast kemi thjesht një foto thank you, ku këtu mund kemi instruksionet për skicimin dhe çfarë duhet për që të vazhdoj puna. Tani që jemi në skicim, i kemi dhënë start, edhe shikojmë që bashkangjitur është dhe një dokument i cili punëtori mund të shikojë instruksionet caktuara për këtë skic. Pasi përfundon punën, edhe koha që vazhdon e matet automatikisht, jep mark as done. Tani nga skicimi, urdhri kalon në përgatitje e kështu me radhë.
Një gjë tjetër është që ne mund të konfigurojmë punëtor për çdo work center. Pra, tani shikojmë që useri besmirë nuk e ka aksesin tek punëtimi. Pra, ky është aksesi mund të limitohet për çdo punëtor në çdo fazë. Edhe në këtë rast mund të shkojmë të ndrojmë user, pra në këtë rast po shkojmë te Gleni. Opsionali është që çdo user mund të ketë një PIN që mund të logohet nga tableta e tij. Pra çdo user mund të ketë një tablet ose për ambient pune ose për user, edhe logohet dhe pastaj fillon procesin e vet. Në këtë rast i japim prap done edhe shkon në saldim. Kemi dy instruksione tjera, kemi saldim dhe një test. Tani shikojmë që nuk bëhet dot done nëse nuk i klikon, nuk i bën check dy instruksionet. Pasi mbaruam edhe me këtë, i japim, shkojmë në fazën tjetër, në lyerje. Tani ta përfundojmë komplet procesin, edhe pasi unë i jap mark as done, tani procesi u prodhua edhe dera u krijuar. Pra, në magazin automatikisht janë zbritur të gjithë komponentët që duheshin për të prodhuar derën. Pra, është zbritur boja, është zbritur llamarina, vida dhe tjerë. Tani, kur u prodhua dera, u shtua një derë në inventar. Pra, dera tani është në inventar. Pasi e mbyllim procesin, mund vazhdojmë në procesin e shitjes. Së pari desha t'ju tregoja manufacturing. Tani, nëse shohim work orders, këto janë të gjithë work orderat që janë në hapur për momentin. Pra, mund të shikohen se kush është në progres, diku këtu edhe mund ta nisi menaxheri dhe mund ta ndaloj. Pastaj kemi grafik të ndryshëm, cilët shfaqin fazat edhe sa minuta ka zgjatur një order i caktuar, sa orë etj. Në work centers këto janë të gjithë fazat, pra kemi skicim, projektim, përgatitje. Le të shkojmë në saldim për shembull. Këtu mund t'i vendosim kostot për orë për çdo work center apo për çdo punëtor. Mund vendosim kush janë punëtorët e lejuar. Nëse ne vendosim një punëtor, atëherë vetëm ai është i lejuar në këtë rast. Sa kohë do zgjasë ky proces normalisht etj. Më pas shkojmë në sales sërish, edhe mund përfundojmë komplet, bëjmë një invoice, nëse ka pasur parapagesë, këtë mund ta bëjmë edhe paraprakisht, ka pasur apo jo parapagesë me përqindje apo me shumë. Le të themi që krijojmë një invoice, i japim confirm edhe pasi paguhet i japim pay, me çfarë lloj metode është paguar, edhe pra siç e shikojmë me Odoo është fare thjesht të monitorojmë komplet procesin nga shitja deri në prodhimin edhe deri gjithashtu edhe në dërgesën e një produkti të caktuar. Me shumë pak hapa të thjeshtë në Odoo gjithçka është e mundur.